struktura organizative, sa e kuptoj unë, është ju raportoni te Ministria e Shëndetësisë, apo? Kemi një lloj pavarësie sa i përket funksionimit ton, mirë po gjithsesi ne jemi në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, sepse është obligim ligjor që Ministria të përkujdeset për të gjitha institucionet shëndetësore në vend dhe në përgjithësi është obligim edhe kushtetues edhe ligjor që të përkujdeset për shëndetin e gjithë qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pastaj, ju në përgjithë qytetet nuk jeni nën kupolën e drejtorive, spitaleve, do të thonë nuk në shembull Tetov transfuzioni nuk është pjesë e spitalit, por është pjesë e institutit tuaj. Po, do të thonë ne jemi të pavarur sa i përket spitaleve, mirë po bashkëpunojmë dhe funksionojmë bashkë me spitalet, shkakut se spitalet kanë nevojë, sidomos pjesa e kirurgjisë, për produktet e gjakut që janë mëse të nevojshme për ndërhyrjet kirurgjike. Në shembull tjetër është qendra klinike e Shkupit, ku edhe spitali onkologjik të sëmurët me kancer marrin gjak dhe produktet e gjakut prej nesh, edhe klinika e hematologjisë, por edhe të gjitha klinikat në kuadër të qendrës klinike të Shkupit.